A jemi live. Mirë, Renaldo, të falenderoj për këto detaje që po na përcjell drejt për drejt nga terreni, ku qytetarët dukshëm janë grumbulluar tani më në këtë pikë grumbullimi siç është sheshi Skënderbej, dhe po ndjekim në këto momente një nga nisëtarët i cili po organizon protestuesit për të nisur kështu dhe marshimin drejt kryeministrisë. Ndjekim këto pamje. Edhe parula ne jemi opozita, jo, ne jemi sovrani. Ju nuk do përdoret, po ne jemi opozita. Ne jemi sovrani. Dhe sovrani vendos mbi gjithçka. Ju lutem sot, mos i përdorni pilpilat e bubuzelat sepse shqetësohen prindrit, fëmijët, edhe veshët duat i ruajnë për të ardhmen se na duhen për punë. Nuk i kemi vetëm për protest. Ju e keni parë që ne i mbyllim vesht atje pranë bokseve pavarësisht se njerëzit kujtojnë që janë kufje. Ato janë thjesht gjana për të rujt vesht nga ndotja akustike. Mram me kry marshimin, por një pjesë mram kanë bërë një spektakël këtu dhe ka parë disa keqkuptime. Jo, duhet i tregojmë edhe medjes ndërkombëtare. The people never give up! Njerëzit asnjëherë nuk tërsohen! Aq ma shumë shqiptarët! Europe, don't look away. Albania is not invisible. Kështu që me këto mesazhe në anglisht dhe francisht i dërgojmë edhe një mesazh Parlamentit Evropian, Komisionit dhe gjithë atyre që kanë mbështetur makinën e propagandës e cila quhet Rilindja Madhime në krye Edin Ramović, që ata t'i heqin spirat e fundit të oksigjenit këtij përbindshi që ka bërë pemë Shqipërinë. Në Shqipëri është hall me qenë fukara, hall me qenë i pasur, hall me qenë i mesëm. Disa thënë gëna financa, disa pëndoja, disa ato. Kur ja kemi tund gëna financës prangat këtu para bashkisë, shumë për jush ishin të fiksuar nga gjobat e Covidit. Edhe ne pikërisht në Covid kemi qenë 15 aktivista, 15 guximtarë që ja kemi tund prangat Erion Përbindshit ose Erion Qelia. Që ta kuptojnë kush janë gëna financat, ne kemi qenë një grup aktivistash që para burgu tek Mine Peza, nuk ja majmë menas numrin, kemi festu për arrestimin e Përbindshit i cili lejoj këta kulla që i kanë zënë frymën Tiranës. Edhe ashtë hall me pat bluza me ngjyrë, edhe pse i kam shumicën dhurume për miqve me thanë vërtetën. Prandaj u mundova ta kombinoj me blut që mos i ngele ate edhe demokratëve. Sepse me ne shqiptarët a hipset vrava, zbëjset vrava dhe u tani kam ngellë zdi ku të rije. Tani, demokratët që kërkojnë reformim dhe dikush që duhet ishte në pension, duke shiju pensionin, zoti pas mëshirë edhe ju kthjelloft. Ajo që kam arrit me këtë bim, unë të paktën, vllai i madh i imi ka qenë me smujën e bejshizmit dashuru, kështu që uroj që edhe demokratët tjerë të shlirohen nga sindroma e Stockholmit. A e kuptoni që kulti individit është smundje? Është smundje që ka kapluar populli shqiptar. Ka të paktën 9 vite që thëmë, o popull çliron nga sindroma e Stockholmit. Çfarë është sindroma e Stockholmit?
Nusi. Dhe kështu këtu në Shqipëri militantët janë dashuruar me 8 marsit. Do presim edhe një 5 minuta, një pjesë të mirë të protestuesve i kemi duke shiju pjesën e parë të futbollit, nuk e di kush lun. Ne nuk na himsi as kampionati botror, as europiani, as shqiptari, as për puten, as për qeshen, as për leshen, as big bordella, as ferma, as një gjë nuk na himsi deri në rozimin e kësaj qeverie. Shiko i hiti i verës. A jemi live? Live? Shiko i hiti se e ka marru. Rama pur Berisha pur! 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 Nuk do përdoret sot thirrja ne jemi opozita, ne jemi sovrani, mbi opozitën, mbi qeverin, mbi gjithçka. Mirë po, në rast se do mundoni ta dëgjoni, na jem populli, edhe pse ngegnisht edhe disa e kanë alergji, po gjua shqipa me ngjyra është e bukur, është e ëmbël. Na jem populli, jem sovrani. Edi Rama është tirani, tirani i çmenduri. Na jem populli, jem sovrani, Edi Rama është tirani. Na jem populli, jem sovrani, Edi Rama është tirani. Tirani. Nëse sa është gjua shqipe. Jo më e kam ikën Tirani. Armiku. Si e pata e tjetra. Edi Rama teftar, jep dorëheqjen sa më parë. 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 I lutem për arsye të menaxhimit të energjive të mia edhe t'jujat, i lutem mos më afroni më platforma se më janë bërë mbi 1 milion në telefon dhe sot ma desht me pastru telefonin 4 orë e kam qenë në servis, sepse unë nuk jam kryeministri dhe nuk do jem politik që ta kuptoni, a ki pasysh. Kështu që ata që merren me politikë do jenë tjerë, do jenë shqiptarët më të mirë që ka Shqipëria. Gjithë secili që del këtë qesh, del sepse e ndjerë. Nuk duhet dale për Arbenin, duhet dale për veten, për fëmijët, për nanën, për babën, për vëllezërit, për motrat.